Cili është qëllimi final i kësaj proteste? Zbatimi i gjuhës shqipe ashtu si që thot kushtetuta dhe ligji. Ku gjithashtu drejtësinë, barazinë dhe ruajtjen e identitetit mos u lëm pas brezave tanë të cilët të e kenë si pasojë apo si revoltë si e kemi ne sot. Kjo do të jetë arritja apo qëllimi më i madh i protestës. Unë e nisa bisedën apo atë monologun tim duke thënë që prindrit tuaj, prindrit tanë menduan se e fituan këtë betejë me gjak në vitin 2001. A është kjo që ju po përjetoni sot në vitin 2026 një lloj prerje në besë që ju është bërë prindërve tuaj, po edhe ju, sepse patjetër që prindrit për ju u munduan dhe për ju menduan, për sa kohë sakrifikuan. Është ende ironike që në vitin 2026, 25 vite pas marrëveshjes së Ohrit, në vend se të flasim për integrime europiane, demokraci dhe barazi, ne aktualisht po përballemi me një pabarazi ku po na mohohet e drejta të flasim gjuhën tonë anëtare. Kur baba dhe axha jem kanë dalë në luftë 2001-ën për pikërisht për këtë temë, pse ende 25 vite pas duhet unë të dalë të protestoj për të njëjtën temë. Cili është kuptimi i kësaj, ku do të arrijmë, përderisa jemi një shtet multietnik, se ajda në Maqedoninë e Veriut ka disa etnicitete që jetojnë. Unë edhe në fjalimin tim në protestën e kaluar e Cejka, duhet ta ritheksoj përsëri. Maqedonia e Veriut nuk është vetëm maqedonëve. Maqedonia e Veriut aq sa është e maqedonëve, aq është edhe e shqiptarëve. Aq sa është e maqedonëve dhe shqiptarëve, aq është edhe romëve, turqëve, bosnjakëve dhe vëllezërve. Ne nuk kërkojmë të jemi më lart se ato. Ne vetëm kërkojmë të jemi të barabartë.